Tirana në kaos. Njerëz të pashqetësuar pinë kafe në trotuar. Ndërsa ambulantët, thuajse fare pranë tyre mundohen të mbijetojnë. Kjo është pasqyra që të ofron kryeqyteti në këto ditë të gushtit. Kryebashkiaku dha ultimatumin për aksionin, por duket se nuk ka pasur ndikim, pasi lokalet sërish me karrike kanë uzurpuar trotuaret, ndërsa ambulantët ulen e çohen nga trotuari sa herë shohin ndonjë makinë policie. Kalimi me pengesa në rrugët e Tiranës është bërë një normalitet, pasi të mendosh, karriket e tregtarëve kanë zbritur deri në rrugë kryesore, ku asgjë nuk i shqetëson. Këtij kaosi urban i shtohen edhe parkimet. Diku hekura e diku tabela të vendosura sipas dëshirës, nuk kishin si të bënin diferencën nga lokalet dhe ambulantët. Teksa vëzhgojmë këtë situatë, qytetarët ndihen mirë dhe kanë shpresë për largimin e tyre sa më parë, saqë shpesh pyesin nëse nisi aksioni para kohe. Gjithsesi, java tjetër është paralajmëruar për një aksion ashtu siç u premtuar në fushat nga Arion Veliaj. Por a do të mbetet vetëm një aksion dhe gjithçka do të rikthehet si më parë në rënë të lirë, apo kjo situatë do të marrë fund një herë për gjithnjë? Për këtë, na mbetet vetëm të presim.